drejt plazhit dhe drejt protestës. Fluksi i madh pushuesish për në Bregdet, makina kuqezi për në Tiranë edhe nga diaspora. E shtuna me temperaturat larta solli trafik në rrugët e veriut të vendit. Nga njëra anë qindra pushuesi janë drejtuar Bregdetit Shëngjinit për të shfrytzuar fundjavën në temperaturat larta, nga ana tjetër dhjetra migrantë të ardhur nga vende të ndryshme të Evropës mbërritën në pikën kufitaret Muriqanit dhe u nisën drejt Tiranës për të bashkuar protestës kombëtare. Ngarkesa më e madhe u vure në aksin Milot Lesh Shëngjin, ku pushuesit u përballen me trafik të vonesa për të mbritur në destinacion, kjo dhe për shkak të fluksit të lartë të qytetarëve nga Kosova, të cilët vinë për të kaluar fundjavën në plazhet e Shqipërisë, ndërsa në pikën kufitare të Muriqanit mbërritën dhjetra emigrantë nga Anglia, Gjermania dhe vende të tjera evropiane. Ata zhvilluan një paradë me flamuj kombëtar në hyrje të Shkodrës dhe mandej u nisën drejt kryeqytetit për t'u bashkuar ashtu protestës para kryeministrisë.